Marta dhe Viktori, një komedi të haruar, por shumë të suksesshme. Po ju lë midis miq, midis shokësh, ju lutem. Këtë proçki që më bëre Nikolaj që nuk ta pata borç. Po që ke bëj thëllëza ime pse e prish gjakun? Po si more burr? Po punësh këtë më sjellësh në shtëpi profesorin, që e ka ti posur ta bësh dhëndër dhe unë e zonjë shtëpis mos digjen, e po ky është turp e shkuartur. Po ti thua ose doktorin ose bien pishin. E them po si, se më grezjuar, e ti bëjnë ndër shtëpis tënde, se unë jam ajo që i kam përzën 6 herë ata që na kanë ardhur për çupën. Vetëm të arrinja kësaj dite të martonja çupën me doktor. Ditë e tretë kur u kthe nga Franca, i dërgova as pasin sëmës. Sepse fjala olimpikës piuj, i sojmi, do të shkoj me të sojmi. I sojmi me sojmi? Po u qa për thënë të shtë? Pika soj, soj që më shgju. Pika sojtë, soj që më shgju. E nuk e kishte fis të bësh dhëndër në shtëpinë e Nikolaj Jorgangjive. Të lutem shumë. Këtë rakap të Jorgangjive mos ma përmend 100 herë. Po pse? Se dhe unë jam e bje pëllivat që pingarit. Sot e të sjellësh e ta pështëndër i pacakun e përmetit. Kjo! Olimbi, a i vërtitet me një rogë. Rogëzeza! Ku o japin edhe atë, se nga gjepi është Ramona. Por ti s'mervesh nga këto gjera. Jeta është aritmetiki, olimpiki. Të shkoj jeta duke bërë aritmetikë mërkatrat. Më lejoni t'u them 2 fjalë. Dhe në fund, porosia e Viktorit. Me gjithë se nuk e prisja të vija sot këtu, më bëri përshtypje një gjë. Inshallah, për e flas turqe këtë llatë, se na shpësu goja. Te eci i teatrion për para. Unë vi, kam qenë këtu afër, ju e dini. Është një krizë e madhe. Kalojnë për Adriatik me det. E me det si ka kaluar kjo në për Adriatik me tren. Pra uroj që teatri jonë ka qenë një teatr simbol, me aktor të shkëlqyer, me aktor me të vërtet përvojë artistikisht të pjekur. Unë do t'ju lutem, ne na kaloj koha, merreni këtë stafet, çojeni përpara në këtë kohë kur arti teatral e në përgjithësi janë ulur, jo vetëm tek ne, po dhe jashtë. Të eci gjithmonë përpara, të mos u mbasi teatri. Do t'u jap edhe një gjë. Ju keni qef të vini pjesë të huaja në skenë Shakespeare, Molière, Goldon, Rondon, Dondon. Kujdes autorët shqiptarë, sepse teatr kombëtar pa dramaturg shqiptar nuk mund të esi përpara. Autorë shqiptarë të kemi Shqipëri e vogël ka një art të madh. Një gjë do t'u them. Një gjë, të mundohen aktorët të jenë sa më modest. Pash që ka shumë fryrje. Fryrja është sëmundje kanceroze. Mundohuni të shkarkojni. Po su shkarkuam, nuk ngarkohemi me figurën. Ju uroj suksese. Ju lutem sa të ngjiteni në skenë për të bërë një fotografi bashkarisht. Ju lutem. Se morete me një këtë vajzë